kishte arritur pra qarkullimin vjetor prej 1.4 bilion dollarësh. Pra, është një shumë shumë e madhe. Tani atje ku isha ma parë të ISIS-i, pra inteligjenca gjermane, pra ose ka pas shkrime të veçanta për këtë se ISIS-i vetëm nga produktet e pamukut dhe produktet e mishit përmes bujqve në Siri dhe në pjesë në Irak, pra u ka lënë një taks prej 10% dhe sigurisht dhe ata kanë qenë përfitues, pra me kanë bërë me dëshirë këtë punë, pra ka pas të ardhura dikun rreth 1 miliard neto në vetë. Pra është një shumë shumë e madhe. Tani po ndalem dhe pak të këto shitoret halal, të hotelet halal, të gjitha, pra këto kanë një shtiri në tërë Mediteranin dhe në tërë Evropën. Dhe në shtetet e Evropës bje fjala në Gjermani dhe në Zvicër, edhe pse po bëhen me një farë ndërmjetësimi të quajt të prerjes së kafshëve halal. Ka 3 qendra në Zvicër që një pjesë e pranojnë si halal, por disa shtete nuk e lejojnë pra prerjen e kafshëve sipas rregullave islame, por ka shtete në Evropë si Hungaria, Polonia, Çekia, të cilat pra absolutisht për interesat e tyre e bëjnë. Dhe jam i bindur dhe jam shumë i sigurt që edhe këto shtete pra i furnizojnë depot e tilla të shitoreve dhe të tjera drejtimeve të cilat punojnë si restoranët dhe hotelet tani halal në Mediteran, i furnizojnë, por tani se një tregtar i thjesht drejt për drejt do të merr nga këto qendra nuk e besoj. Pra është një navigim nga lart i cili drejton këto çështje dhe në qoftë se pra dikun 20.000 ose 30.000 krerë mund të për kurbana bje fjala mund të porositen, sigurisht që e bën dikush tjetër këtë punë, por që pastaj qendrave të tyre qoftë edhe bashkësive islame, kudo që janë, por ju thotë, ja këtu keni malirë dhe e keni sipas standardeve të islamit, ndoshta mund të mos jenë vetëdijshëm ata për këtë çështje dhe i qasin kësaj pune. Por sigurisht që organizata politike pra i merr ato me një çmim shumë të ulët në për ato qendra, nëse kontrakton për shembull për 20.000 ose 100.000 krerë. Tani ata fitojnë dhe nga qendrat e tyre një pjesë, kështu që të gjithë janë do farfitues, por që në fakt një pjesë e këtyre por patjetër ndahet për qëllime të islamit politik. Pra për këtë është dëshmuar dhe për këtë pra ka argumente nga shërbimet e inteligjencës franceze dhe kësaj gjermane. Definitivisht pra. Zoti Gashi, ju lutem për ta mbyllur thoni edhe diçka tjetër në kryefjalë si përmbledhje të gjithë kësaj bisede që bëm. A mund të saktësoni në Shqipëri dhe në Kosovë sa rryma të islamit janë në veprim? Tani përveç rrymave pra ka metoda, ma shumë metoda, pra në fakt shumica e besimtarve i takojnë sunitëve, pra, të cilët konsiderohen si ma tolerant, por ne kemi një pjesë të madhe që thash të vehabizmit dhe një pjesë të madhe të salafizmit që në fakt në parim dallimet i kanë të vogla. Dhe këto dy rryma ta quaj, këto ju kanë bashkangjitur në veprimet e tyre, pra ju kanë bashkangjitur organizatave të jashtme, pra deri më sot, ndërsa unë nuk di sakt nëse ka një organizat e cila e ka quajtur veten se jem të tillë ose të këtill. Pra sepse organizatat, bje fjala nuk e ka fshehur asnjëherë as Al-Qaida, as ISIS-i nuk e ka fshehur përbërjen, as Hamasi nuk e ka fshehur asnjëherë përbërjen e saj. Pra që kem pjesëmarrës dhe dashamirë shumë të këtyre organizatave dhe të gatshëm që të punojnë për to, definitivisht pra kem. Dhe përmes predikuesve dhe përmes aktiviteteve tjera. Por si organizat të regjistruar në Republikën e Kosovës, po unë nuk njoh.
deri më sot, që ose në mënyrë ilegale ka, por nuk pranojnë. Dhe në perëndim pra ka shqiptar shumë të kyçur, ato e kanë dëshmuar me aktet terroriste që kanë zhvilluar në Evropë. Bje fjala të përmend që vllazëria muslimane në Gjermani dikun numëron afër 2000 pjesëtar të saj. Ne nuk kemi informacione nëse ka shqiptar. Në Zvicër komuniteti më i madh janë shqiptarë dhe nuk ka informacione që ka pjesëtar, por sigurisht që në linjën e saj qoftë edhe si të ndarë, pra si ndihmës, pra ka një. Definitivisht sepse ato ishin në përditshmëri dhe mendoj se nuk duhet edhe shumë filozofi dhe studim për t'i pa. Mandej me televizionet dhe komentues dhe analistët që mirën janë të përballur çdo ditë me kërcënimet nga ta në komentet të tyre. Në Bosni që ju e morët shembull pak më lart, ka një parti fetare, pra, por ka shanse që të kanalizohen në Shqipëri dhe në Kosovë të kemi një parti? Jo, unë nuk thash që ka parti fetare. Nuk e thatë ju këtë. Ju e morët shembull Bosnjën për ushtrimin. Ka pas të involvuar. Ne e dim që ISIS pra ka qenë definitivisht, pra bile që t'jem shumë i sinqert. Salafistët nga Kosova dhe prediku salafistët nga Kosova duke përfshirë dhe disa politikan, pra kishin ardhur në Zvicër dhe kishin marrë seminare të ndryshme, pra. Thjesht më shumë ndoshta kanë shku shqiptarë nga Zvicra për dhe viset perëndimore se son nga vetë trojet shqiptare, por sigurisht që më shumë ka qenë nga atje, por ju e dini këtë çështje se numri ka qenë shumë i madh për kohë banori. Pra numri i shqiptarëve ka qenë. Tani në Shqipëri po shihet se janë qartë edhe atje këto rryma janë në veprime sipër. Edhe Dianeti Turk pra me ndërtimin e xhamisë tre tani ai e ka instaluar pra njerëz e tij, pra sipas tyre për menaxhim, por në fakt kudo që kanë vepruar në Evropë Dianeti pra i emëron vetë njerëz, i emëron edhe vetë hoxhallarët dhe instruksionet i jep vetë pra. Unë jam shumë i bindur që qëllimi i atyre menaxhuesve pra është krijimi ose trajnimi i njerëzve të rinë për Shqipëri derisa ta shtrinë rrjetin e tyre në tërësi. Pra, veprimi i islamit politik dhe njerë, pra ky është një problem për shtetin. Shteti duhet, më të vërtet, duhet të veproj sa më shpejt që është e mundur që ta shpëtoj rinin nga indoktrinimi. Në Kosovë, tani në qoftë se unë futem shpeshherë mes të rinjve dhe bisedoj shpeshherë me ta. Në kohën time ka qenë modë për t'i treguar dikujt se kam lexuar këtë libër ose atë libër. Në Kosovë tani mes trive në shumicën e rasteve bisedohet e ke fal xhumon apo e ke fal drekën, pra. Bisedat të tilla zhvillohen. Nuk po them që janë të gjitha politike, por mendoj që shteti duhet të organizoj seminare, kurse jo por seminare dhe platforma të reja ku promovon vlerat kombëtare dhe vlerat e shtetit, vlerat e demokracisë, se përndryshe kemi një jetë paralele në hije. Pra kjo është një shqetësim i madh. Tani kemi dhe disa organizata si Shqiptaria me fjalët do ta përmeni, e cila pas shumë vështirësive po konsolidohet dhe po promovon pra thjesht vlera, brenda të cilës pra mund të kyçen njerëz të gjitha besimeve dhe shpresojmë që të tilla të mbështeten nga shteti pra, të kenë një financim nga shteti për të promovuar vlera kombëtare. Bie fjala tani si ishte përvjetori i Skënderbeut dhe Bashkia Islame e Kosovës, mu për përvjetorin e ka ditë se madh në atë ditë, pra kishte pas si them një panajër ku e diu në diçka të shteteve arabe mu në sheshin Skënderbeu. Të gjitha këto çështje janë të qëllimshme dhe vetë involvimi i njerëzve politik dhe themelimi i të ashtu quajtur parti të reja me karakter familjare ku ta diune, pra në prapavi kanë një qëllim tjetër me apo pa vedije i shërbejnë islamit politik. Zoti Gashi, të falenderoj shumë për bisedën.
Dhe unë të falenderoj dhe shpresoj që edhe hera tjera të kontribuojmë diçka më pozitive dhe jo vetëm për luftën dhe për fenomenet negative. Jemi të hapur për t'ju dëgjuar dhe për të biseduar për gjithçka. Nga biseda asnjëherë nuk ka të keqe. Ju falenderoj pra dhe juve shpresojmë që dhe publiku përfitoj diçka nga kjo. Të falenderoj shumë dhe të uroj fundjavë të këndshme. Gjithashtu.